E qartë, zotin Gjela, të ndalemi ju lutem tek protesta e ditës së sotme që e kryeson Sali Berisha, zotin Gjela. Më saktë, zotin Gjela, këtë protestë kush ja kërkon dhe pse zoti Berisha kërkon destabilizim? Atë nuk e di pse kërkon destabilizim, nuk është me Shqipërinë. Çfarë duan tjerët më? Destabilizim nuk bën dot, se Shqipëria se Shqipërinë e drejtojnë ndërkombëtar, ti e di. Pastaj diskuta për menin. Spaku që ta meni dhe shu nuk drejtohet nga ne. Po Spaku e ka pandehur Sali unë, dini juve? Prandaj koçi të zgjasim të diën gjitha. Ai vjen i shkati vërdall, po nuk do fitojë gjë. Nuk destabilizohet kur do të Shqipëria, zotri. Pse? Se është e domosdoshme për perëndimin, për politikën amerikane dhe politikën e BE-s. Dhe po bën të gjitha përpjekjet që ne të hyjmë sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Të gjitha këto tjera që bëhen është që të sabotohet Shqipëria, nuk sabotohet. Ja, do të shikoni sot se çfarë do bëjnë. Bulla. Nesër tallet politika e madhe me këta që do të dëgjoni sot këto. Tjetër, keni gjë. Le të ndalemi pak ju lutem zoti avokat edhe tek çështja e zëvendës kryeministres së Shqipërisë zonjës Belinda Balluku. A do të burgoset zonja Balluku? Atë e di kushtet e gjyqësor, pse unë e di, është e akuzuar kaq. Është e akuzuar për korrupsion. Edhe e di Spaku pse unë do ta di unë. Çdo bëj Spaku do ta shohim. Ta thash edhe një herë, Spaku zotri nuk është hyni. Nuk kuptoj, ai hyni është, po është në mbrojtje të interesit shqiptar dhe ka ekspertizë ndërkombëtare. Nuk janë njerëz të zakonshëm. Ka tjetër kishët. Kryeministri, a mundet të përgjigjet zotin Gjela? Nuk mund të përgjigjet, po nuk mori lejen nga parlamenti. Spaku që të përgjoj kryeministrin shqiptar duhet marrë lejen në parlament. Është kryeministër. Zotin Gjela, unë ju falenderoj që pata në këtë lidhje të drejt për drejt për postimin tuaj dhe për zhvillimet e fundit në politikë. Falenderit, zotin Gjela. Falenderit, mirupafshim. Falenderit. Të nderuar shikues, ishim në këtë lidhje të drejt për drejt me avokatin Spartak Ngjela, të cilin e kishim në këtë lidhje dhe do të mbetemi në kontakt për të rejat e fundit në lidhje me protestën dhe zhvillimet e ditës. Qëndrojnë në drejtarit